Prishtin, falma, falma, falma dashurin. Goce, goce në Tiran, goce, goce në Prishtin, falma, falma, falma dashurin. Me mama të gjithë, me mama Kosovë, me mama shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, këtu në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjales e mire, këngës e bukur, në Odën Shqiptare, Odeon! Në radio televizionin 21. Jemi këtu bashkë, si gjë javë, dhe do të kemi shumë gjëra të bukura në këtë skenë, në këtë skenografi, tër glamur, për të cilën gjë gjithmoni falenderojmë sponsorët tanë, ata që janë mbështetja jonë e fuqishme, edhe ajo më e mirë, bile garanci që t'jemi këtu bashkë ju edhe ne. Apo mirje? Po na për të tregu edukatën familjare, mundohuni sa ma shumë ti respektoni njerëzit dhe të dhuroni sa ma shumë dashuri, edhe pse jo të gjithë e meritojnë. Kujdes! Thënjet më të mira nuk i kanë të diturit, po të vuajturit. A dim se na jem? Sa i dituri veç ka ledzu. E kjo i vuajturi ka përjetuar, na jem e ka përjetuar. Është mirë të jesh i rëndësishme. Po më e rëndësishme është të jesh i mirë. Atëherë, mos i thuj as kujt në fjalë të keqe, sidomos atyre që të dojnë shumë. Normalisht që dhe ti dojnë shumë. Sepse një ditë, ata du të shkojnë dhe nuk du të jenë më me ty. Kështu që kujdes. Sigla! E thëna në të bërë, i nda një mali të ërë. Jo gjithçka që thuhet, veprohet. Thënje të bukura, po i nisim gati për çdo javë si sloganet të bukura që na vlejnë për jetën tonë. Mos harroni, javën që shkoi kemi pas për plot gjëra të bukura, por kemi pas edhe ngjarje që na kanë mërzit. Nga të gjitha këto ne do të mësojmë, bile duhet përfundimisht do të mësojmë që të mos psojmë. Nga se të tjerët i kanë kaluar shumë më herët këto gjëra. Mos presim të na ndodhë diçka që pastaj të konstatojmë. Rezatoni pozitivitet, mirësi, shpirt të lirësi, respektoni punën e njëri tjetrit, mos u futni në punët të njëri tjetrit. Do të ishte gjëja më e bukur që të na ndodh si një shtet që po themi gjithmonë jemi në zhvillim, në zhvillim, në zhvillim, në rritje, në rritje, në rritje. Hajde të rritemi si duhet. Drejt! Le të falenderojmë nga zemra sponsorët tanë, që janë mbështetja jonë e fuqishme, suporti ynë shumë i mirë, sidomos sponsorin tonë general që po ndërton një qytet në qytet, këtu në Prishtinë, park rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. Ha mirje. Po na jem, sonte për mua edhe për Loren, është për kujdes e nderuara Ardita Dres, të cilën mund të gjeni në Instagram dhe në Facebook me emrin e njëjtë. Ardita Dres. Faleminderit shumë. Sigurisht për dukjen, për grimin, për gjithë këtë që na shetin realitet, vullën ja ka dhënë Studio Bella. këtu në Prishtinë. Faleminderit shumë Idriana Valqe. Faleminderit. Buja ka buja, ka me të mytë gruja, jo, në vazhdim do të vi Rahim Struja! Me mroma! Mroma mirë. Lura me mroma. Ka i ke vesh këtë majicë të gjallë për të kështu? E kom vesh... të bardhën, po të të Lora. Bardhën e kom lënë të shpia me malon nona në tresh. E që i ke vesh të pra? Kjo është në gjyrë Zelenski. A e din? Që do të thotë une që ju në vesh është të gjelbërt? Ja, ti e vesh një gjyrë si kërë Aleksi. A të një gratë që shtoj. Më konë t'i këshu blitë do më bile tresh desh nesh në gjyrën si fëstal një merijes. A në dhe shumë bukur. Po, ku shkëm me gjybimat e qajt ati ding me kësi në gjyre? Pse nuk shkan? Nale me ne vesh t'i sen. Një do jemi si ka ek gjybimat pishpijës. Edhe forat se thirin fukarallak.
ju kanë drejtu senat. E qa me tonë për këta që ka shku një marrin gjygimar me vete? Pa që kështu jam një gjygimar. Ka me thonë s'mi marë? Më si për vetë për gjygim, apo me të veti shka? Falë. Qa po menën ti për këtë femnat që po thujnë një, dy rrugës, shoqa shoqës, o birë, o birë. O jetë, o jetë. Po fësha në gazetë në faqe 28. Halojëm të vujë, që që kam bu budollë në pandemi. Pse? Më shteshin me në universit që rohë për ngoj, më theshin bjen Covid-i vëne e mosë. Ketë la dikim konë. Jena konkret për osë. A dhe të gëmë të kalë zërë një. Hajde. Kur na bëshin, ja këthijem rapës të kështë të fenë Covid-i. Hajde në një sen tjetër. Kur na kam pas bu me dollë me numrat e të ljeftimit. O, ka din që para dite në nga mas dite. Ani ka qenë shansa vetë me dollë ka njerë vëq vetë. Po t'i pise o ka kur në vetë se ka lënë. Po dhe? A di kur tanë mi morë vaksinat. Ha? Që shteshin, më se merë vaksinën, se Rusia për dojë me na mëntu qipat, me na përcjel kajena. A e Rusia, ushtorët e vetë i kanë hubë në Ukrajinë, së piqokë. E për qëtot a vë dorën. Për qëtot a vë dorën, bravo që. Ka lëshën, gjurë qime vë që rëteti që me ardhërë se mutrat me në njët, a ke po? Haj ku notas po me në njët se mutrat po. A keni kush Naimi, a keni pos dhe e mjeshtër të ploka në shpe. Kur të vjen edhe Naimi, bomi si 3 tavulinat. Apo një 3 meshe me 3 lukë, një ofrën të avelit, edhe 3 lukë e hani një, pak në Po nësë që në ke argjit. punat e mjeshtret, leta është të ju mundu. Mjeshtret? Po, A ke pos në mjeshtër të ploka në shpe? po, kena pas, po, Po ke pos për ti si e morë Naimi me ta. Po, Naimi u marrë. Që shtu e kanë zbarë Naimi në mjeshtret. Si kur mu një, jetën më ka ongër një mjeshtër i plokav. A besoni që nuk përtëm që të mjeshtër të në Ishin dhe mjeshtër fëllironta, jo fëllironta, po cip e fëllirontit. A i tharmi i fëllirontat ishin dhe mjeshtër. A besoni, që vishte atë gënjë? Unë e po ta një rast të thira një mjeshtër ditën e por që im taku. O me po djoli mirë, i sjelëshëm, i edukum, dësha me vetë, a je i martu me kem një bi largë, që atje pa dhonë, ty be mi adhonë që është djali mirë që dëke. E janisë, vlo, unë jam specialist për nëzemje, vlo, unë e për kështë, unë e për ploka, edhe i pikalzej nonës të levë, ma thash nonë dë mjeshtër, nonë e meshmi si ti. Pa? A di që më tha, mos ju beso halë, këse nuk janë kërejtë si ti. Erë mjeshtrit njësit sa bajk ishë moni pa pishpiriki me veti. Thash, këj kusha, këj miku jam është. Ja kish shti gruja, jo 2 komp me 1 këpuc, për 2 këpucat me 1 komp ja kish vesh. Ja kish pu mikin me veti, ja kish në gjitë. E tash pe veti ato, këta ka në gjitë plaka shumë në Gjermani. Sa vjetë kënë gjitë plaka në Gjermani? 6 vjetë. E që a jetë të butë, thash në Kosovë, tha jo më këthy së ka mujtë mi bo letrat. 6 vjetë me punu në Gjermani, më plaka mësë me mujtë mi bo letrat, se nësë më vynë asë mu valloj. Ngëm të kalëzë e një sen, s'po mëjnë për të kalëzë. Ditën e parë, godetëm ja dhash ti ka parin e lash nesër marë punë. Ertë nesëri qaj dhondre ati mikit. Ja nisi me helt, së është aj miki. Në ditën e 2 qështu, në ditën e 3 qështu, në ditën e 4 me thiri nonën se s'mu isha me prit mjeshtri në shpe. Duela, pithëm, dash nona ka ardha i mjeshtri. Nona e meqme. O djallë jam, veç aj fëlliron ti ka ardha i trashi. E ditën në nëmë që ja fëlliran qaj, a i tjetëri miki vetë ju. Para me ndeve miri. Mas 5 dite kur ka miki tina, a ditë shumë, tha? Valaj vla, se këm ditë se këm pas një 10.000 metra, mi gjitë e petrol kompania, kisha arru krejt, në që këm pas mi gjitë dhe plaka. Imaginemi pas 10.000 metra plaka, në mi gjitë, mu gjumi në auto nuk më zënë, 10.000 metra, vish ka një erë me kolbe 10.000 euro. A i fëllirat ke mu. Vish kur gjë nuk eshin këta plaka. Qa ishin ata të rrimës, me të rrimës, a keni pas punë. O, karë, njëni të thonë, daj. Në ata të rrimës kena punë gjep. Jo keni gjithë veçëri se ata i qesin malë. A besen që kër keni para emisionet, bja vënu fazomerin kërë i dhezë drita. Se keni stres. Keni gënë, ta të njështë të rrimës, njëni të respektu, daj. Ja nesën ditën e porë punun perfekt.
Ditën e dytë më thërën telefon, vllashtë na bë presion një unë i shëm. A ju bëj ke presion, i kishë morë mjeshtrit e mi, unë i hangë shathejt. Dita shkojke, unë e mes shaj blokum, s'kisha që me bu. Thash, mas nesër kurerdh. 32 ditë s'm ka ardhë mas nesër kurerdh, e kishë marrë dhe një mjeshtër tjetër ma të fort me ly. O, s'po moj për për kalzu. A i mjeshtër që ka posë me ly, në ditën e porë si ju mu në kope, me në mëngjes a e mirë telefon, po pruf, ndilën dhja, tu nuk është problem, pak silikon i qelë, së me e mshilëm. A i fëllke me dikon tjetër, a bëjke një prufës rrafsh. Së dhe takufa, gjallin e prufës e takufa. Tha, shusha prufa, ka dek, tha. është ngushtime, zoti lash nësh. A ke s'mund ta qysh? O, tha, e ka mytin froktit e priqat mjeshtrin që ka follero. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj këtu në Odon, në Radio Televizionin 21, duke falenderuar nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë mbështetja junë e mirë. E në vazhdim do ta kemi një mysafir tepër të veçantë, si çdo javë. Për herë këtu do të defilojnë emra që na sjellin gjëra nga më të bukurat nga jeta, suksese, përvoja. Një i tillë sonte vjen zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, një doktor i nderuar, doktor Ilir Kurtishi. Doktor, një serve. A mujte? Po. A u lodhe? Pak. Si ka lodhe? Mirë shumë. Si fëmijë kështë zjedhë për doktor, apo? Realisht, ka qenë edhe një dëshirë në shta edhe i gjyshit, dhe pastaj jem rrit me një familje ku kanë pas mjekësin si profesion, dhe në bas kësaj pastaj... Mirë, se gjyshi ishte me profesion, Po, gjyshi ka qenë, po, me fakultet filozofik, dhe pastaj dëshira ati, pasion i madh që fëmijët e ti do të shkollohen, dhe ndori e ngreta të bëhet edhe mjek, dhe qëllon që një piti, pra unë, dhe pastaj edhe vllau, kështu të ndjekim rrugën e njerit për agjallarëve dhe ne të vazhdojmë fakultetin e mjekësisë. Baba ishte gjykat, avokat për pasë? Po, ka qenë do të jurist, ka punu si avokat gjatë kohës, kur i kanë qitë jashtë institucionet, në rrugë krejtë, dhe pastaj pas luftës ka vazhdu profesionin si gjykatës. E kam pa që ja ke uru, ke përgëdhel, ke shprejt gjithë dashurin e botës për nonë një jetë të tërë në mjekësi? Po, nëna ajo është ajo kryesore e cila edhe na ka shty gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës saj, me një mund shumë të madh sakrificë, na ka orientu zbashku me babën, po nona mas shumëti, dhe ne kemi përqafu profesionin e mjekësisë, dhe nona një jetë tërë, gati 26 vite ka qenë, s'ka punu shërbim shëndetësor, dhe është do të si teknike e farmacisë, gjatë gjithë kësaj kohë, ajo ka shërbim për popullatën. Në për librat mjekësisë, në për lidhja, po, do të lidhja parë, do të edhe pas gjyshit dhe pas taj kontakti edhe me nanën dhe profesioni nanës, do të kontakti im me barna, me mjekësi, do të edhe me pacient ndryshëm, dhe më ka dhënë një dëshirë të madhe, një zellë që të vazhdoj të trasoj rrugën e saj. Me shku në mjekësi. Po. Pastaj në shkollë të mesim të mjekësisë në Prizren. Kom vazhdu do të kjo viteve 9, 3, 4, drejtimin e përgjithshëm a laborantës? Drejtimin e përgjithshëm. Drejtimin e përgjithshëm. Po. Në realisht në fillim kom shku profesionin në nanës, gati një vite kom kry farmaci, dhe pasaj kom pa që mund të jepi, do të dhe dëshira ime është mjekësia dhe kom vazhdu mjekësinë. Dhe jem regjistru pastaj vitet 96-97 dhe kom përfundu, pas përfundimit luftës, kom vazhdu do të ato vite që më kanë betë dhe kom përfundu fakultetin. Shkollën e mesme me kry në shtëpi shkolla? Në shtëpi shkolla, kurse fakultetin do të kemi fillu në shtëpi. Krejt në shtëpi, ajo e ke fillu e ke mbaru në... Po. A je këthy, mirë, e ke si ju e këtë... Po, do të ka qenë një gëzimi ma, do të këthemi në... Me pas notën përfundimtare, mesatare, 9.95, so, veç një nonë që duhet me pas, a? Në cënë lënë dhe ke pas? Ato e kum pas realisht në mjekësi interne. A mjekësi interne? Po. Dhe ka qenë do të një mirë, do të ne... Profesor të ndëruar, kur në dëgjojnë, thujnë, o, pse pe përmenin, bese rrejtë se ja japë në... Jo.
Ka qenë mirë, ne kemi pas zell të madh për mësim edhe me një përkushtim shumë të madh, dëshirë shumë të madhe kemi mbaru fakultetin dhe kemi përfunduar me sukses dhe pastaj kemi vazhduar profesionin. Vazhdove me punu me njëherë në... Po, realisht si njerë si pjesën e stazhit dhe me njerë... Po, jam angazhu si asistent në katedrën e fiziologjisë. E fiziologjisë. Po. Aty ku i edhe tani profesor? Po, aty jam tash do të mbaj ushtrimet me lëndën e fiziologjisë dhe ligjëratat. Që di pse unë mendoja që ti jep onkologji në... Onkologjinë e kam specialitet, jam specialist i lëmisë onkologjisë, gati 12 vite. Ku specializove? Kam mbaruar një pjesë specializimit në Shkup, një pjesë këtu në Kosovë dhe një pjesë kemi bërë trajnime do të në Itali dhe në Kroaci. Kroaci, Zagreb. Moni përshtypje, gjatë studimeve ke qenë në Amerikë? Po, kam qenë do të gjatë një programi si Student Exchange, do të vitin e fundit studimeve, me 3 kolegë, kemi shku si një këmbim studentor. Po, do të kanë qenë 2 Amerikanë këtu dhe ne 4 kemi shku atje, kemi qëndru për gati 6 javë dhe kemi marrë një përvojë të mirë, kemi pasë si është organizuar atje do sistemi shëndetësor ose si punojnë klinikat e mëdha dhe me renome dhe pastaj dëshira për me dhonë më të mirën në lëminë e shëndetësisë ka vazhduar edhe më shumë dhe pastaj edhe u ktheva nuk u zgjulut me met atje, jo? Jo, realisht jo. Po, më afër shtëpisë dhe pastaj kemi vazhduar, kemi marrë specializimin dhe kemi dhënë maksimumin atë lëminë tonë. Si asistent, po përgatitesh për profesor në fiziologji, njërën nga lëndët më voluminoze të fakultetit të mjekësisë. Po. Në realitet, megjithatë zgjodha specializim onkologjin. Në periudhën kur bota më shumë të vunë në këtë lëmi, kur akoma kanceri, kur bëhet fjalë për kancerin, është një diçka që na fut frigën, është barriere madhe, është bjeshke pakalueshme akoma, e zgjodhe vetë nga dëshira që ti jesh bashkë në linjën e parë të luftës për shëndetin e njerëzve? Realisht, ne kishim ide tjera, pasi që lëmia onkologjisë akoma nuk u përmend, ke Kosova nuk kish atë lëmi dhe ne përgatiteshim për lëmi internistike, por në një moment me një përkushtim shumë të madh, të cilin e ka bërë profesor Xhavid Bicaj dhe ka nxjerrë do të lëminë e specializimit nga onkologjia, ka punu në atë plan program dhe në njëjtën kohë ka qenë dëshirë e madhe e tij shumë dhe përkushtim jetësor, mos themi, i profesorit që të ketë akoma e ka, po. Dhe ai ka merita të jashtëzakonshme do të në fillimin e specializimit të onkologjisë. Dhe pas kësaj, pa daljes e lëndës si specializim, dhe aty me njëherë me qenë se ishte lëndë e re, ne duke parë se pjesa më madhe merrshin lëndë internistike, ne vendosëm një grupi i kolegëve të marrim këtë lëndë, sepse ishte edhe mundësia e shkollimit ose edukimit jashtë Kosovës, dhe në njëjtën kohë nuk ishte në Kosovë persona adekuate të cilët do të merrin me këtë profesion, e nevoja ishte shumë e madhe, pasi që deri se kemi përfundu në specializimin, shumica e rasteve do të smurve me kancer në Kosovë janë trajtu në Kosovë qoftë nga kirurg, nga internist, nga mjek të lëmive të ndryshme, por jo nga specialist adekuat, ose kanë qenë të trajtuar jashtë Kosovës. Dhe kjo ka qenë bare madhe shumë për shtetin, sidomos për familjen rreth të parë, për pacientin, familjen dhe për shtetin. Dhe sot, për shembull, ne jemi krenar me punën që e bëjmë klinikën tonë dhe nuk jemi asnjëherë të mjaftueshëm atë dhe dojmë të bëjmë më të mirën dhe angazhohemi që të kemi do të përmirësojmë edhe më shumë edhe shërbimet edhe qasjen ndaj pacientit, ndaj trajtimeve moderne të cilat për ditë në botë realizohen dhe për ditë dalin do të sfidat të ndryshme, format të ndryshme të mjekimit të cilet kanë impakt direkt në jetëgjatësinë e pacientit. Do të flasim strikt për këtë, por sa onkolog jeni tash? Realisht në klinikë ne do të punojmë si 13 onkolog, jemi në pjesën e trajtimit medikamentos dhe 7 specialist të mjekimit ose punojnë mjekimin me rezatim. Pra komplet jemi 20 dhe kem dikun 4 specializant të cilët
brenda 3-4 viteve të ashëm, shpresojmë të përfundojmë specializimin dhe të na bashkangjitën neve si ekip. Pra të rritet ekip. Armate që kësaj ëndrës së profesor Xhavet Bicës që në vitin 1985 është organizuar një turne muzikor, të gjitha të ardhurat me shku në fondin për luftë kundër kancerit. Shoqata për luftë kundër kancerit dhe që atëherë, profesor Xhavet Bica edhe më herët ka bërë luftë të pafund, kështu të pandërprer për krijimin e një institucioni, një instituti onkologjik e kështu dhe që tash e kemi klinikën onkologjike, sa ju ka realizuar? Realisht ajo ju ka jetësu me krijimin e institutit onkologjisë, me gjitha probleme dhe vështërësit që i ka pas. Do desa është kriju ajo dhe njëtën kohë jo vetëm problemi ka qenë infrastrukturor, po dhe problemi njërzor, do të krijimi i kuadrove. Dhe në vitin 2010 krijohen kuadrët e parë, ose onkologët e parë, të cilët fillojnë dhe marrin përsipër do të trajtimin. Goxha e re. Do të gati 10-12 vite. Në qatë turne e kam njoft Mihrin. Jo kam njoft, e kisha njoft ma heret. Nëse mujna me thonë e kom zonë qatë. Gjatë qatë në koncerteve, një notë patu me majtë, tha, valla po. Anik nështë s'ka gabu. Si kanë qenë ballafaqimet e para? Ti ishe një student i shkëlqysh, vërtet, i niveleve shumë të larta, edhe që gjithçka e bazoje në punën shkencore dhe zakonisht, unë flasë edhe për përvojës time, na kemi shku në kirurgji interno, me i zonë këtu, ginekologji, këtu të mëhajat. Kështu, shkove në onkologji, bashkë interesante kjo. Qështë kanë qenë ballafaqimet e para, me të smurit, me realitetin tjetër? Ka qenë fillim shumë sfiduse. Do të momentin kur kemi fillu si specializant, do të ne kemi pa pacient të cilët kanë një gjendje jo të mirë, me të cilët kanë një vujtje shumë të lartë, një mjekim shumë të sofistikum dhe rigoros, dhe pastaj në rastet të cilët dhe nuk përfundonin ashtu qysh mjekësia ose qysh mjeku planifikonte, do të ajo gradualisht e ne ka kriju një ndjenjë të veçantë që ne të bëjmë maksimum që të përgatitemi edhe në aspektin psikologjik, po dhe profesional, që për pacient tonë, kur të kthehemi në Kosovë, të trajtojmë mënyrën më të mirë të mundshme, dhe me shumë sfida, me shumë peripetit të cilët do të ballafaqohemi ne gjatë trajtimit këtyre pacientëve dhe realisht do të sfida më madhe ka qenë kur ne kemi mbaru specializimin, se derisa atëherë nuk kemi pas shumë obligime dhe përgjegjësi, për momentin kur ne tash do të vendosim për mënyrën dhe llojin e trajtimit, do të viti i parë kur kemi mbaru dhe kemi filluar të punojmë si specialistë në mine onkologjisë, ka qenë shumë sfidë. Sa që ne ndoshta shpesher dhe gjumi nuk në zinte se si po në shkon puna me pacientin, si do të ketë efekt terapijat e aj, si do të përballon, do të një sfidë shumë goxha e madhe dhe kemi qenë do të 24 orë, do të vigilent në trajtimin e këtyre pacientëve dhe gradualisht pastaj duke trajtu një numër të konsiderueshëm të pacientëve dhe duke u rrit do të kërkesat e pacientëve, duke u rrit nevojat e pacientëve, duke u modernizu format e mjekimit të pacientëve, ne kemi mri në një stat në cilën në bazë të përvojës sonë ne kemi realizojmë do trajtimet të veçanta të pacientëve me smundje kanceroze. Përpos rasteve e që numri tyre është relativisht i vogël, të cilët ne nuk mund t'i trajtojmë në klinik nëse bëhet fjalë për ndonjë formë të veçantë të rezatimit ose ndonjë formë të veçantë të dhënies së ndonjë ilaçi direkt në organ, kur edhe vendet e rajonit realisht nuk i kanë ato metoda dhe ne rekomandojmë rrallëherë për me shku jashtë vendit. Shkuri jashtë vendit. Në realitet, jeni bën një staf që unë flasë si i jashtëm, kam dëgju thjesht lavdata për stafin tuaj, për onkologjin, ku ke qenë një kohë dhe drejtër? Po. Sa mandate i majtë drejtër? Kam qenë një mandat, për 3 vjetë plus 5 muaj desa është bartja kompetensave të 5 muaj do të kolegu dhe do të kemi vazhdu punën e mire cila është bërë më herët
dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen kolegu do ta vazhdojë do të punën e mirë, pasi që onkologjia është realisht është një lëmi e veçantë dhe ka një staf të jashtëzakonshëm si në aspektin profesional, edhe në aspektin njerëzor, qofshin ata stafi mesëm ose stafi i mjekëve, pra i nivelit specialistik, pra janë të përgatitur për shumë sfida, janë të edukuar në mënyrë adekuate dhe janë të veshur edhe me aftësi profesionale që pacientë qytetarët e Kosovës të trajtojnë në mënyrë të dinjitetshme dhe të mirëfillt. Masi jemi këtu dhe folëm me pietet, do më thonë për kolegë tuaj, për stafin tuaj, për klinikën onkologjike, edhe që mos më u kthy edhe një herë, a mujna me flejtë rahat që deri në një shkallë të caktuar ashtu si që bëjnë, që thatë edhe vendet e rajonit, kemi atë ushtrinë, atë armatën që i del për balë mundësive për një shëndetonin më të sigurt, në këtë drejtim flasim. Realisht tek detektimi, zbulimi, tek parandalimi apo edhe shërimi i kancerit. Atëherë sa i përket punës që bëhet në klinikë, është punë e mirë, punë do të e standardizume, e protokolume, do të punë në bazë protokolleve ndërkombëtare të aprovuara, qoftë në Evropë, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne punojmë dhe me çato protokolle. Absolutisht. Që na dëgjojnë njerëzit tanë, le të fitojnë sigurinë në këtë drejtim. Protokolli që përdoren në secilin vend të rajonit, pra ne përdorim qoftë ai protokolli që është në krejt botën globale NCCN ose ESMO, dhe me modifikime ndonjëherë të vogla për trajtimin adekuat të pacientëve dhe vazhdimisht i kemi rekomanduar dhe sugjeruar që pacientët tanë të mos bredhin jashtë Kosovës nëse kanë ndonjë hall në këtë aspekt para se të vinë klinikë të onkologjisë dhe të marrin mendim se a mund të bëhet ai trajtim te ne apo jo. Dhe deri tash do të numri goxha i vogël i atyre është që marrin trajtim jashtë vendit ose kërkojnë që dalin jashtë Kosovës për ndonjë formë të veçantë mjekimit. Dhe këtu klinika onkologjisë do të mendon që në të ardhmen do të stafi jonë do të kemi do të shërbime edhe më kualitative, edhe infrastruktura të rregullohet edhe më shumë, dhe të kemi do të një trajtim bashkëkohor të këtyre sëmundjeve. Sa i përket të përmendjeve parandalimit apo zbulimit të hershëm, është bërë goxha. Nuk kemi të kënaqur, duhet bëhet edhe më shumë. Veç ajo sheja që e kia, vetë ajo sheja që e kia aty, është një farë lloj sensibilizimi për parandalim. Po, me muajin tetor bëhet më shumëti, dhe këtu kanë kontribut jashtëzakonshëm disa shoqata, të cilët janë përposhtë shoqatës së profesorit Xhavit dhe shoqata tjera të cilët kanë avoku, sidomos nga vitet 2007-2008 që të ketë edhe klinikë të onkologjisë dhe të femrave të cilat vuajnë me kancer gjidi të keni trajtim të dinjitetshëm dhe këtë kanë bërë goxha hapa dhe do të është sensibilizu opinionin mbar dhe edhe qeveria dhe ministria do të kanë nda fonde, kanë nda buxhet veçantë për trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe kjo është bërë do të kohëve të fundit, viteve të fundit edhe me propaganda të ndryshme, ligjërata të ndryshme, me informim të ndryshëm, edukim të ndryshëm, mjek të klinikës sonë, por dhe shoqata tjera duke shku do të kanë dhënë rekomandime qoftë live, do të qoftë në përmes medjave, qoftë përmes medjave apo sot është lehtë përmes komunikimit qoftë përmes faqeve të ndryshme të internetit, të cilat faqe do të jenë do të jo çdo faqe të jetë adekuat, do të jetë filtruara, absolutisht, apo nga mjek ton do të ne kemi do të edhe profilet tona do të edhe në Facebook ose Instagram dhe i rekomandojmë pacientëve se cila është më e mira. Sa i përket prapë them do të më zbulimit hershëm sëmundjes duhet bëhet edhe më tepër, se në Evropë për shembull një person i cili vuan nga kancer. Çka duhet me bën një pacient? Bi fjala për më zbulue, për me parandalua, një farë lloj profilakse e hershme. Realisht një qytetar duhet të bëj kontrolla rutinore për me zbulu herët. Që janë i bie që një femër pas moshës 20-25 vjeçare të bëj një mamografi. Gjithçysh. Realisht kjo duhet bëhet në mënyrë me screening, por meqense akoma nuk kemi një planet të screeningut dhe obligative me ligj, duhet bëj një femër pa marrë parasysh dhe kushdo që na ndëgjon një femër e moshës 45 vjeçare duhet të shkojë jo në tetor, po çfarë do ditët javës të shkojë te shërbimi radiologjik dhe të bëj një mamografi. Një herë në vit? Një herë në vit, pas moshës 45 vjeçare, një herë në vit. 25 vjeçare. Një herë në vit. Po këto të rejat, se kemi rastet të reja? Të rejat, ato të cilët kanë dikon familje të smut, nëse kanë anamnesë familjare pozitive,
rekomandohet që ato të fillojnë spari të bëjnë vetë kontroll të xhirit, ose nëse vrejnë ndonjë ndryshim të bëjnë spaku një herë në vjet ose një herë në 2 vjet një ultrazë të xhirit, dhe sipas indikacioneve mund të bëjnë edhe mamografi femrat më të reja se 40 vjet nëse kanë anamnezë familjet pozitive. Pra nëse e kanë nënën, e kanë tezën, motrën ose dikon familjet. Diçka që mund të ketë rendin e parë rrezikshmëri gjenetike të shfaqjen e apo të renditjes në. Po, dhe këtu ne duhet të bëjmë edhe më shumë dhe duhet të mos na vije turp të shkojmë te mjeku, jo vetëm kur të lajmërohen simptomet, po domosdoshmërisht të bëhet një ultrazë ose mamografi te femrat. Këtë rast bëhet fjalë për nëse mendojmë për kancer të xhirit, pasi që është forma më e shpeshtë e kësaj sëmundje në Kosovë, por edhe në Evropë. Dhe në Kosovë do të çdo vit identifikohen rreth 400-450 femra me kancer të xhirit, të formave të ndryshme, të moshave të ndryshme, me dominim të femrave nga mosha 50 deri në 60 vjet. Dhe pastaj piku i dytë është pas moshës 65 vjeçare dhe numri i femrave të reja ndër moshën 50 vjeçare është më i vogël, por është ajo që është sfiduese për ne që akoma lajmërohen numër i konsiderueshëm i femrave në stad të avancuar të smundjes, kur smundja ka përparu, ka dhënë shenja evidente të saj dhe ka kalu jo vetëm në xhi, po ka kalu pak më larg, ka mund të prek nën sqetullën, apo ka mund të shkojë edhe në organe tjera më të largta, të cilet pastaj bëjnë problemet jashtëzakonshme në trajtim të smundjes. Shkaku i tetorit jenol të femrat shumë, e na çka me bona meshkujt? Meshkujt, realisht të meshkujt problemi kryesor, edhe në Kosovë është që smundjet kanceroze të para të meshkujt është kanceri mushkërive. Të meshkujt ta ndërpresim duanin, ta rallojmë, të bëjmë një jetë më të shëndetshme. Edhe këra pepin duanin, a vlen e njëjta? E vlen e njëjta, po të meshkujt problemi është që lidhet ekskluzivisht me duan është pikërisht mushkëria, apo edhe kanceri i zorës trash, që lidhet me, përpos bazës gjenetike, lidhet me konsumimin jo adekuat të ushqimit. Pra ne meshkujt du të bëjmë një jetë pak më aktive, të mos rrim tankon ullur, edhe të mos bëjmë do të aktivitete fizike dhe mos të bëjmë një jetë jo të shëndetshme, jetë shumë e stres, me shprehit këqija dhe një ushqim jo normal dhe ushqim... Mos me prit, doktor, me fillu një herë me na u kru, të nëjë tek që atëherë me thonë hajde. Me shkute mjeku, po realisht... Jo, duhet edhe pasi që organizmi njeriu të plakët dhe mundësia e dëmtimit i është më e madhe, edhe të meshkujt pas moshës 20-25 vjeçare duhet bëjnë do të kontrollat rutin, e është e preferueshme, për shembull, nëse ka ndonjë shej ose ndonjë antar të familjes smut të bëj spaku një kolonoskopi, për shembull, një ekzaminim të zorës trash apo një ekzaminim me një radiografi të mushkërive të ata duangjit, sidomos, ata që konsumojnë duan më shumë se 20 vjet, të bëjnë përposë një rentgeni të thjesht, ndoshta edhe një ekzaminim më të sofistikuar që ne themi CT, në mënyrë që sado pak ta gjejmë nëse kem mundësi ta zbulojmë smundjen herët. Sa po, ose kjo është qelës i suksesit të smundjeve maligni është pikërisht zbulimi i hershëm i smundjes. I hershëm. Megjithatë, ekzistojnë tash qindra lloje. Shkenca ka rri goxha në nivel të lartë të shërimit të tyre përmes barrave, realisht të mjekimit adekuat, po. Mjekimit adekuat. Po. A ka një përqindje për shembull sa mund t'i mundim, sa % të kancereve? Akoma është smundjet e maligne, kanceri dhe smundjet e zemrës janë smundjet të cilet shkaktojnë numrin më të lartë të mortalitetit në botë. Në botë. Sot. Por prognoza këtyre smundjeve dhe jetëgjatësia nga këto smundje ka ndru dukshëm këto viteve të fundit, falë zbulimit të terapive të reja, formave të reja të mjekimit, futjes në përdorim të ilaqeve të reja, biologjike, qofshin ato target terapi, terapi imunologjike, pra me modifikim të sistemit imun, por prapë se prapë janë terapi cilet shumë kushtojnë, të cilet kanë rrezikshmërinë e vetë, dhe më mira krejt kësaj dhe më lira krejt kësaj është që smundja të zbulohet herët. Pasi që parandalimi realisht për kancer është problem të bëhet. S'kemi qysh? Ja, me 70% e rasteve ne mund t'i kemi, smundja lajmërohet pas një nga këto faktorë. 70% e smundjeve nuk dihet se çka, po në 30% rasteve janë këto faktorë të rrezikut të cilët ne veç i përmendëm, dhe qelësi suksesit është të bëhet zbulimi i hershëm i smundjes. Por prapë, me qenë se është deshifru kodi gjenetik
dhe me terapi të reja dhe shumë sofistikuara, edhe prognoza këtyre pacientëve të cilët veç trajtohen me terapi onkologjike ka ndru. Zbulimi hershëm janë shkrime, portaleve, të kështu të medjave të shkruara përmes analizave të gjakut të veçanta. Realisht ne për rastet kur kemi do të prapë kjo lidhet me bazën gjenetike, nëse kemi bazë gjenetike mund të bëjmë testime gjenetike. Pra nëse kemi një anamnezë pozitive familjare, atëherë mund të kërkojmë një gjen i cili realisht 2 gjene të cilët nëse janë bartë prej prindve në pas SARS e rrezikojnë, sidomos këtë fjalë nëse është fjala për femrën, por edhe të meshkujt, do të janë disa gjene përgjithëse të cilët e vendosin personin në rrezik për shfaqjen e sëmundjeve malinje nëse këta faktorë ndërveprojnë me faktorët e ambientit jashtëm, me faktorët e damshëm, dhe kur këta dy kombinohen, atëherë mund të vijë në proces i cili në fund mund të kulmoj me një qelizë jo të mirë e cila pastaj shndrohet në ato të pavdekshme. Ato janë ato problemet të cilët mund të shfaqen tek ne, por me analizë do të rutinore ne nuk mund të gjejmë do të smundjen përpos rasteve të cilat janë më të shpeshta dhe ekzaminimeve që i përmendëm të cilët duhet të standardizohen dhe duhet bëhen qofshin ato do të sidomos imazherikët dhe disa analiza laboratorike. Ashtu kanë bërë shumë pacient, vendimi konziliar, ekziston? Po. Do të ajo merret përcillet tek ne apo i ndani pacientët e merren në përcjellje njëri nga? Do të ne realisht do të e bëjmë do të mënyrë ekipore dhe pastaj mjeku është mjek i cili e përcjell gjendjen e pacientit varësisht prej patologjisë që ai e ka. Në raport me këta pacient, çfarë ka ecë? Realisht e ke pas vështirë fillimin sigurisht? Shumë. Fillimi ka qenë shumë i vështirë dhe shumë sfidues. Sinonimizuar me vujtjet e ty në edhe akoma vazhdojmë. Do të akoma vazhdojmë, akoma ja kemi do të secilin pacient gati që ne e trajtojmë dhe secilin humbje do të secili pacient cili më nuk jeton është një breng për ne dhe është një shenjë në jetën tonë, pasi që i kemi parasysh gjithë ato vuajtje, gjithë ato ditë mira dhe ato ditë vështira të cilët i kanë pas ata, por me qenë se ne jemi profesional dhe sot ajo është rutinu, ne duhet ta bëjmë më të mirën për pacientin dhe lidhja emocionale duhet të jetë në rend të dytë, mënyrë që pacientin ta trajtojmë dinjitetshëm, mënyrë të adekuate dhe të kemi rezultate sa më të mira në shëndetin e tij. A mban raporte me këta që të llogarisin shpëtimtarin e tyre? Realisht po. A mundesh me përgjigj këtyre kërkesave se ke shumë se unë realisht përpiqemi maksimalisht do të jemi në disponim të pacientëve dhe qytetarëve tjerë cilët kanë nevojë për ne, për konsulta, jo vetëm në klinikë ku ne punojmë, por edhe me mjetet ndryshme të informimit, qoftë me telefon ose me email ose me çfarëdo mesazhi që ne marrim me ta. Dhe rastisun jo vetëm që me ata pacientë cilët i kemi trajtuar dhe cilët janë mirë, edhe kemi lidhë miqësi shumë të mirë dhe vazhdojmë e pim nga një kafe bashkë dhe i çajmë brengat bashkë kështu. Momentet lumtura kanë qenë gjithmonë ata që keni konstatuar që ka te kalu smundin. Që ka te kalu smundin, sigurisht. Po, keni pas raste të vështira në një rast të veçantë. Kemi pas raste të vështira kur do të me dikon që jemi lidhë shumë emocionalisht dhe përfundimin e kemi ditë për afërsisht dhe ato kanë qenë momentet të vështira kur pacienti vun dhe kërkon thotë unë kam dëshirë akoma me jetu, sa akoma jo me i ri, ose kështu me radhë, kjo ka qenë për ne shumë sfidë e madhe. Nikosisht do të bësh edhe psikolog dhe psikoanalist dhe... Ato emocionale do të kemi... Ka një rast Freudi smunet me... Jo. Edhe pse do të ne në klinikë kemi një psikologe, cila merret me trajtimin psikologjik, jo vetëm pacientit, po dhe të antarëve tjerë të familjes, dhe bën terapi individuale dhe grupore, ajo është e pamjaftueshme, pasi që kërkesat dhe nevojat janë shumë të mëdha. Por ne vetë realizojmë dhe e kryjmë edhe rolin e psikologut dhe secili nga mjekët cilët punojnë aty në klinikët e ne e bën maksimumin që pacienti të ndihet rahat, të ndihet mirë dhe të merr trajtimin meritor për smundjen cilën e ka. Do më thënë, si nëse cilën lëmi bësh një emër që të adhurojnë, që të duan, që të llogarisin thjesht si shpëtimtarin e tyre. Në vazhdim e kam një letër, do doja ta dëgjojmë bashkë. E kam lexuar, që veç ma kam shkruar. Jeta është kopracë në mirësi. Kështu e pata titulluar një letër të fundit,
kur mendoja se I kam ditët më të vështira të jetës, e ndoshta të fundit. Kur u diagnostifikova me kancer, çdo gjë u nxi para meje. Oh, sa kështu vjen fundi, shpejt dhe I dëmshëm. Filloi drama e rëndë, jo vetëm netët, por edhe ditët mu bën skëter. Shkëputje nga çdo gjë. Dilema, çfarë do të bëj? A do t'i përballoj dhimbjet? Njerëzit e mi më shikonin me dëmshuri dhe kjo gjë më arriste dhimbjen. Oh, të menduarit se do vdes me vdiste 2 herë. Cilin zota dëgjoja, e ta merja të arsyes? Të zemrës, jo se jo. Shpesh I thoja vetës, zëri I zemrës të jep një mundësi, por vetëm në ëndër, që të mendosh se ka kohë pa fund. Tash e shihja që ishte vonë. Si duket kisha ndëruar ato që nuk realizohen dot, e sidomos nëse vonohesh. Në tërë këtë vuajtje që, o Zot, nuk përshkruhet, të takova ty, që përveç profesionalisht më dhe shumë kurajo. Takimi me ty ishte drita në fund të tunelit. E filluam luftën bashk, dhe kur s'do të harroj përkushtimin tënd si doktor, si profesionist, si njeri. Në netët skëter që I kaloja, kisha një shpresë. Në minutat kur mendoja, më mirë të vdes, se aty do të gjej prehje, dhe aty do të përfundojnë dhimbjet që ishin fizike, por larg matrana ato psiqike. E mendoja, doktori Liri do të më shpëtoj. Fillova të përgadis amanetet, këshillat për fëmijët, por më dukej që kur s'do të arrija t'u thosha të gjitha. Më dukej vonë, o Zot, sa vonë. Si s'kisha vepruar më herët, si s'kisha folur më herët. Tragedia rëndë, që rëndohej edhe më shumë kur mendoja e meditoja pa asnjë shpresë. Po ti nuk hoqe dorë dhe luftove bashkë me mua dhe me pacientë të tjerë. Tani jam mirë, tani mendoj se ja kemi kalu. Shpesh mendoj për gjithë juve stafin mjekësor në onkologji, e sidomos për ty, doktor. I lumi ti që ndihmon e shpëton njerëzit, i lumi ti për jetën tënde. I lumi ti për shikimin tënd që e ke plot shpresë. Zoti I madh të bekoft për çdo hap që ke bërë të më shërosh. Sa lot kam derdhur nga dhimbja, nga friga. Të dyja këto I vrave dhe unë tash qaj shpesh për qaj nga gëzimi. Shumë të faleminderit, doktori Liri. Bukur kur të falenderojnë, ha? Ta ndjesh shumë. Edhe kur pështojnë, shumë mirë.
Sa po mund është më marrë me shkencë? Po përpiqemi maksimumin me bo, po merremi me ato kushtet që i kem ne, duke u trajnu, duke shku në për kongreset të ndryshme të onkologjisë, edhe duke provu me botu edhe na diçka të mirë, edhe me marrë rezultate, duke i grumbullu disa rezultate dhe pastaj të shohim tash do dalim me disa publikime tona dhe të shohim. Pa atje në fiziologjia aty në qelizave që i ketë, në fiziologjinë e tyre thuju, mos livretni, rrinin qatë drejtim se na... Ajo qelësi i mjekësisë është fiziologjia. Realisht, dukur ta shohim se një moment është ajo që një qeliz merr kahje të keqe dhe pastaj përfundimin e ka të keq. Me qenë se ne kemi studiu fiziologjinë gjatë gjithë kohës dhe jemi mishru me fiziologjinë, atëherë edhe onkologjia ka si pjesë shtesë saj dhe duke u bazu në funksionin normal të qelizës, i kem pas pak më të lehtë me kuptu dhe që është patologjike dhe si të mrim dhe të rezultatet tona. Zonja juaj është doktoresh, e nderuar, e respektuar dhe kush kujt për një mënë ma shumë të drejtim? Realisht, ajo është shtylla e familjes dhe ajo ka një rol të jashtëzakonshëm dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm për familjen. Ajo është nënë e 4 fëmijëve dhe së fundin e kemi edhe binjak dhe ka bërë një punë të dhe ka bërë punë të jashtëzakonshme, me qenë se unë gjatë gjithë kohës kam qenë në zonën edhe jam vazhdoj të jem me pacient dhe me pjesën tjetër akademike, ajo do të ka sakrifiku gjithë shka që përpos djalit dhe vajzët që tash janë rritë, edhe me 2 fëmijë tjerë do të me ndihmë edhe të familjes, edhe të prindëve të mi, edhe të prindëve të saj, po sidomos me impenjim të saj maksimal. Gati do të ne jemi duke rritë fëmijët në mënyrën sipas neve mënyrën më të mirë të mundshme për ta, me shumë sakrificë dhe shpresojmë që edhe ta një ditë të bëjnë njerëz të mirë dhe të kontribuojnë shumë për Kosovën tonë. Në kohën e lirë, çfarë mundesh me bë më shumë? Realisht pak lexoj dhe pak merrna me aktivitet sportiv, kam merak futbollin. Apo? Po, dhe pasion e kum pas gjatë gjithë kohës. S'ke fol, unë po lypi dikun me himi një ekip. Jo, unë kur kam qenë i ri, kam mendu që kam u bë futbollist. A njëve miri sa tha? Kur kam qenë i ri kë? Qa me thonë unë e pastaj? Po, pastaj e më gëndu dhe kam vazhdu dhe më bo mjek dhe tash luj me shok njëherë një javë, vazhdoj me lujt futbol. Shumë e bukur. Për qef, për hobi. Luj mirë, jam e raklim futbolit. A vërtet? Po. Sa të thëshin Naimi si Iniesta. Unë 50 vjetin Iniesta 30 si një, jo Iniesta si une. Iniesta është ndërletarët më të mirë që Iniesta është ndërletarë jashtëzakonshëm. Unë edhe për qeli futbolin kështu. Edhe gëzohem shumë kur Kosova lunë mirë shumë, edhe kur më rrinë rezultate, edhe jemi shumë krenar për këta djemë të Kosovës, cilët ndonjëherë edhe na dëshprojnë, por japin maksimumin e vetës për me ngrit aty ku duhet. Qaqë sa mujnë edhe me kapacitetet që i kanë, absolutisht. Pastaj kemi ata andej. Edhe ekipet tjera. Nga këto ekipet tjera cëllën e tënë? Kosovës më mendon. Ja, në këto... Unë jam pak kështu, jam një fan si flakt i Barcelonës. Barcelonista? Po. Që në kemi bashkë. Edhe pse mu ma lidh Barcelona, jo barcelonisti mas luftës, po dhe ma herët. Gjithë. Mua ma shumë, ma ka lidh Cruyffi, kur jëm konë shumë, pasta edhe më vonë, edhe në fund të Mesi. Edhe gati shkova të Paris Saint-Germain, që s'kam asë një emocion për të. Ja, nuk bën me ndru ato. Ja, nuk bën me ndru. Mesi është letari jonë, letari jashtëzakonshëm i Barcelonës dhe du të më këthyn Barcelonë. A du të më këthyn Barcelonë? Shumë inteligent, dhe futbolin inteligent aty bë, të Barcelona. Akoma, edhe kur janë keq, futbolin inteligent... është një krize vogël, po të i kalohet. Aty bëhet. Të uroj shumë suksese në doktoratën tënde që je. Po, në fiziologjia? Po. E kombinume me onkologji. A kombinume me onkologji. Po. Me imunoterapi. Atër kështu, do të bëjmë, kur doktorësh, do të festojmë bashkë me doktoreshen këtu në Odeon, sepse unë realitet këtë rubrike kam titullu tash nga 2, raportet të 2, burre grua.
Edhe ata që qojnë mirë, edhe ata që se qojnë mirë. Realisht ata që qojnë mirë ma shpesh duhet. E njoni më tha, po burre grua nëse thua, a me të parën, a me të dytën, i thash, që ato që e ka, kur se ka, mjafton me njone me qenë atë. Prof, doktorin Derum, ishte knasi që të kisha musafir. Jo mundu sepse, vërtet, ajo zonja në letrën që na ka shkru, të ka thonë, i lumi ti për vetën tonë, unë thamë, si puna jote, të lumë të na që të kemi, të falimderit shumë që ishe sonte me neve, ishte knasi, ja? Falimderit shumë. Jemi këtu ullur gju me gju, po ku ka më bukur, se sa të ullën në një skenë kash të bukur që quhet Odeon, dy vëllezër shqiptar. Njërin nga Kalabria e tjetrin nga Shqipnia. Ilir, Kosovës Shqipni, thamu, në s'ma shep për të madhe. Zonë e zotri, me mua është një arbres, një vlla yni, që vjen për ta sjellë zërin e këngën e bukur në Kosovën e tij. Për ju, për ne, për të gjithë, Santino De Bartolo! Mirë mbrëmit. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Emo Santino, shqiponin këtu? Edhe shqiponin këtu? E kam këtu, ti do të dish pëse? Dua ta di pse? Kur u i bie kitarës, po? Shqiponja ime fluturon. Fluturon, jo ta e bukur. Këte e vura këto. A gjithmonë e man të fluturu? Kur i bie kitarës, shqipon, fluturon. Kur e ke vën atë? Kur e ke... Këtë e kam ka shumë vite. Shumë vite. Po prin nga na vjen më, Santino? U vjen ka Kalabris, ka ferma. Katun Darbresh, e ish katundi ku kishim, ku ish puru mjeshtrim, që ish Vorea Ujko. Vorea Ujko! Na, emra si Vorea i përshëndesin veç me duar trofike prej këtu. A i të mjeshtrim, a ish prifte. Prifte. Ja, ma ish... Po dhe mjeshtri juaj, ju thoni mjeshtrim, është mësusim. Ok. E për mua që është poeti më i madh shpat arbëre, për mua. Poeti më i madh arbëresh. Më i madh. Edhe shqiptar pse jo, është ndër më të mirë. Ne e duam të mësojmë në shkolla dhe e duam të flasim gjithmonë. Ai ishte shumë mik me poetin shqiptar, Dritor Agolli. Dritor Agolli. Ishte shumë mik. E u kam parë vjeta prapa vajta Tiranë, e këtë Verat. Te Varret. Te Varri i Dritor Agollit? Këtë Varri i Dritor Agolli u këndova një këngë Vorea Ujkus. Në mbajnë me se kameramen që që filmarë li qajte. Qante, a? Qajte. Ishë emocioni shumë i madhë. Qajte emocioni shumë i forë. Si mos qanin për dy poet ashtë të mbej, si që ashtë Dritor Agollit dhe... Mua më pëlqen Agolli. A ke mendu me bëndë i kongë Dritor Agollit me gitarë? Jo, të nge bërë. Pëlqen të Jurasin. Mirë, je rritë në ferma? U rrita fermë, u leva fermë, gjithsej edhe në shkollë shkova aty? Bërë thëmë, anani u jeton në Gjermanish. Në Gjermani? Punon, jeton, vepron atje, a? U punon, bëj një këngëtare. A, këngëtarje? Profesioni ju të është këngëtare? Po mirë, kur je rritë, si fmi, deri sa je rritë, sigurisht keni folë shumë për Shqipërinë, për Arbërinë. Mua, kur isha i ri, a i që më fjau shumë për Shqipërinë, ish mjeshtërim, Vorea Ujko. A i që të fliste shumë? A i nga herë që vini në Shqipëris, vini për në Kosovë, jo. Kur prirej, më së rritëni, kish pim për raki, u isha i ri në nga doja raki, se në kim pëltjeni. E i më shfini gjithë ato që kish parë, që kish bënë. E mua, sot, me natë, dej, para dej, këtë s'ka dej në fjallë që unë kine. Merë të dashuri për gjukën, anke se na i fisim këtu, përke kur u shok miqës time, shok time, shtimshit, fjas mi arbresh, në fjas mi italisht. Po në familje, keni folë arbrisht gjithër? Fjas mi pura arbresh, pura. Arbrisht. Edhe nana dhe baba dhe... Ak.
Edhe gjyshja. Gjithë. Të gjithë. Po në fshat aty? Në fshat. Në katundin tënë. Në katund. Ja. Në mes vete fëmijët, flisni arbrisht? Arbrisht. Flasmi arbrisht, e kur vemi kur vemi më kish, zoti, na thami zoti prifti. Po? E bën arbrisht. E bën arbrisht. Meshin e bën arbrisht. Në kish. Në kish. Të cilat altarin e kanë me shikim ka Shqipëria. Lina, lina, ti ku vajte lulio, lulio, zuzëzai me zemra moj. Oh, bravo! E bia ime moj, a djelit e ku është. Kush ishte djeli për arbreshet? Shqipëria? Shqipëria. Djeli. Shqipëria. Kur mërziteshin shumë, këtheshin ka djeli e këndonin. Në vërtet. Edhe qanin për Shqipërinë e tjera. Qanin. Emocion, u ka me thomë, se janë 500 vjeto më ata që kemi na më shumë. Ata që kemi na emocioni qëndroj. Qëndroj. Sigurisht. Emocioni qëndron. Qëndron. Gjithmonë. Qëndroj. Edhe kur këndohet, moje bukura. More, si të ljeu më ngët për, si të ljeu, si të ljeu, si të ljeu më ngët për. Ka jetua edhe jeton edhe sot, e këndojmë të gjithë. Edhe në dasma dhe në koncerte e këndojmë këtë. Është e bukur. Se na tërhet gjaku, mo Santino. Është e bukur. A na tërhet gjaku, pa tjetë? E het, gjakun e het. Si të tërhoqi gjaku në Gjermani? Me shqiptarët? Me shqiptarë në Gjermani? Mirë. Mirë. Ata konë shqiptarë në Gjermani? Janë shumë, janë shqiptare, janë kosovare. Po, ti a i takon, a i kemi që? I kam parmiq. Janë ata kosovare qerti na hirë na punojnë me mua. Po? Shumë që ndërru në Gjermani, jemi angora miq. Ata vijnë nga Prizren. Nga Prizreni? Prizren. Po, si erdhen ata? Kur erdhen me punu të... Ertin kur ish lufta këtu në Kosovës. Kur ish lufta në Kosovë? Ertin gjermanisht. Dhe? Qindrun do, po punun me mua, qindrun. Ti kishe restoran, a? Kisha ahirë, në nge kam ma. Nuk e kema, po, e kishe restoran. Edhe ata erdhen me lypuna? Edhe, për ata nuk e din se u isha arbresh. A nuk e dini që i arbresh? Jo. E, kure morën vesh? Ishën kutjen, ishin hepe. Ju hapë zemra. Ju hapë zemra, sa bukur. A kune ju hapë zemra, se e gjetën arbreshin e tyne me zemër të hapur për shqiptarët. Ashtu ka tjetë. Ashtu ka tjetë. Edhe sigurisht kanë folë shumë për Kosovën, për luftën, për lirinat. Liptin, u bëra pullu shumë këngë një ka një vasëq e një trim, që ishin puru kosovare, e më shfitin ato që kishin këtë lufta, ato që patin, pështun, ajo ishe prit një djallë. E u shkujta një këngë. A shkujta një këngë? Pero u shkrujnë, pse u shkrujnë puru italisht, më shkrujnë vetë arbresh, shkrujnë puru kënga italisht. Për atë jam shumë i njohur në gjermanisht. A, se shkrujnë italisht? E u kur bëjnë koncertet puru në gjermanisht, rëthinjë puru historisë të arbreshvet. E ata gjindjet të deskët gjermanisht, hapin vesh. Kur këndon koncerte, tash, në Gjermanie, në Italie, kur këndon për shembull italisht, ose edhe anglisht, ose edhe, a e fut në i këngë arbreshe aty? U i këndojnë. Këndon, pa tjetër? U i këndojnë, këtë koncertit tim që i këndojnë. Në koncertin tanë këndon gjithmonë? Këndojnë 2-3 këngë arbresh. Erfin, po. E pëlqen shumë. E pëlqen shumë, ha? Pëlqen shumë se gjuka arbresh është shumë muzikale. është muzikë, kur fjetë arbresh, është si muzikë. Si muzikë. Si muzikë. Absolutisht. Kuptove? Po, e ke thamë, gjuha arbresh është si muzikë. është muzikë në veti. Edhe sa bukur që të kemi këtu edhe na flet arbrisht. Një arbresh e juni, një vlla juni, një pjesë e gjakut që na shkoi këtu 600 vjetë më herët. Atje vjen sot na flet
E mban Shqiponjen, Shqiponjen. e mban këtu dhe këtu. Normal. Normal. Po, bukur shumë. Sonte keme na këndu diçka. Po, përveç që ke këndu të varri Dritro Agollit, a ke këndu në Shqipëri ndonjë koncert, ndonjë festival? Ja, ato që këndova artikët Varrit Agolli, ja, pëse është një këngë shumë e bukur që kish shkruajtur Vorea Ujko, ishte Jeta e re që është. Për vllaun e tij, Jeta e re. Jeta e re, po do të vinë, na e dua mirë, e ka të ketë si të tënë. A, shumë e bukur. E po, keme na këndu edhe sonte diçka. Kam këndoj një këngë. Këtu, po, dua këngë. Cilën këngë do të na këndosh? Ma ato që mund të këndoj një këngë që është e këndojnë në Shqiperis. Janë shumë këngëtare që këndojnë këtë këngë timshit. Po? Që ja thonë Motra i Menuse. Motra i Menuse. Tekstin kush e ka shkru? Rimja, muzikë e teksti. A, muzikë dhe tekst? E këndojnë shumë Shqiperis. E Santino de Bartolo. E këndojme. Dhe këndon vetë. Okej. Këtyne ditëve jenë Kosovë, qësh po kalon? Të pëlqen? Pëlqen shumë, është e drita herë që me vinë. E treta herë që vjen këtu. Erda në korrit, erda shtatori, e në lidë në ndarët. Nga di muj jam këtu. Po, bukur shumë. Fajtori është Ilir Shaqiri, që falenderojmë nga zemra që... Me Ilir Shaqiri bëm një këngë bashkë. A keni bërë një këngë bashkë? Shumë e bukur, e shkruajti një këngë shumë e bukur. Do ta këndoni tek artisti i madh Naim Krasniqi, do ta nifni. E ke taku? Naimin? Apo do ta takosh? Nuk ka rëndësi. Iliri është ai që i lëshon ato rënjet i ka. Po i zgjat rënjet deri në arbëri dhe gjithandej me këngën e tije, me romanet e me më pas kimi ja marr 2 librat, 2 romanet dhe m'ja lexua atje në. Okej. Ha? Do t'ja marrish? Me marrë. Ka me t'i thanë Iliri, me nënshkrim. Te thonë vetë të ka dhe dimos një rej. Iliri nga është shqiptar, neko është arbresh. A Iliri është arbresh. Një dejet e? Le ta mbajmë fshet këtu para kamerave. Gëtja tu. Mos e thuj mos një rej. Zemra dhe shpirti i shkon gjithandej, edhe atje, zefin e madhë kur e kishim me kërkonte, oj vëllak, të kërkovan dë qilë të gjetan dë tokë. Mirë, këtu në dë tokë, e në këtë shesh, fjalla ode onë është arbrishte, e vjetër, është teatr. Duke nejtë me shqiptarët kemi mësu oda. Në odë flasin njerëzit menqur, bajnë edhe këngë, edhe prej aty doli teatri. Tja u thuash edhe arbreshve andej. Edhe ky emisioni im e mban emrin Odeon, edhe kumbara i këtij emri është Iliri. Ilir Shaqir Arbreshi. Ke zemra, ha? Apo na këndon këngën? Si do një. A më premton se do të vish në një emision ku do të këndosh më shumë këngë? Sa një koncert? S'ka probleme. Këtu në Odeon? S'ka probleme. Faleminderit shumë. Bëj po pame, faleminderit. Baje premtimin shqiptar. Atëherë, na kemi me talon skenen, kemi me duar troki, falenderojmë nga zemra dhe jemi shumë të lumtur që të kemi sonte këtu. Pëlqej shumë mua. Santino de Bartolo, skena për ty. Okej. Motra i Menuse, amurin, këtë vreshtaj Zotit Krisht. Dhe me bëmi amurin, këtë vreshtaj Zotit Krisht. Jam një lullë, ti e dini, që më bën shumë dritë, që një fuqi sa tron. Që më bën shumë dritë, që një
fuqisat roj. Sonde shkoju të qishe fjaje si për një njën, qishe fjaje si për një njën. Shtaj Zotit Krisht, me bëmja murin, këtë vreshtaj Zotit Krisht. Shkojmë bashkë në dorë të tipit të publikut. Motra ime nuse, na 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 na. Faleminderit shumë, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, siç po e shihni, unë do të marr pozicionin tim për të prezantuar rubrikën tonë shumë të dashur, histori këngë. Sonte kam vendosur dhe kam bërë një përzgjedhje, besoj që edhe juve do t'ju pëlqen. Një potpuri të këngëve të Shqipërisë së Mesme, të kënduar mjeshtërisht nga artistja Parashevi Simaku. Goxha shumë hulumtova në internet, por nuk është që gjeta dhe shumë informata rreth kësaj këngë, rreth autorit, tekstit, orkestrimit dhe realizimit të saj. Përveç që mora të vetëm informat që është realizuar në vitin 1987 dhe unë, pa humbur kohë, do ta risjell në mënyrën time një potpuri këngësh nga Shqipëria e Mesme.
qysh duron dhe me gojës më shumë speciale. E këshim prit ka herë, zonja zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Kalemi! Gjingla! Ma e... I lasë të shizë dhe pak, në sa dhut, në pak ma... Ma flajera? Gangster. Ama gangster. Aje si.
Mirë, faleminderit. Apet e ki. Ase ke harrua. Ja, vallahi. Po mirë. Mirë se na edhe na jem. Që mirë se na edhe na jem. A bën bremin rruvena se s'pun përshtotet që tu. Edhe jema mëtin s'ki emocione. Okej, haj. Edhe ty ka dush me ta në krohin se ki gole. Jo, s'ka problem. Miri, ki kujdes se kjo ka gjë ka qef milu venat, lidhe për komet krevetit se vish ku ta gjojnë se ta të që se kam qef mjo po dëve. Ki kujdes se ka gjë një farë një është kjo. Si ku se ndëruar me më Roma, sot është intervista por me Naimin, po më me qenë sa ma serios, po është problem kur të ka kam përbol Naimin. E valo, e ku morë një hap Naim, për me kom pak ma i qetsun, që të mbën atë ore, për këthej shpinin që shtu se ku ndel në i të sen tjetër. Po? E pine. E pita një hap për qetsim pak. A ki gishtat e gotë? Pse? Me ma trus pak se pa uj jam. Marum brënajm, rogat e vogla t'ja peshevish hopas për na dolin. Po, apo duk na mirë. Ma mirë. Një hap, ma zbuke. Një kur po flaj me gru, një kur po vi në dën, edhe një kur po vipi në aeroplan, vish mi posporat e dijon s'po dolin na. Ja, s'dolin valla, mirë. A mujna me fillu intervistin tash? Veç për ditë shkrihet kokra pak edhe mëse nalë mëse zhalet çka dush vet. Okej. Tregom. A je gati? Si të shkrijet kokra në e veç këshër me vesh, si të nishin më kushtë të doktorie din. Okej. Po t'i këshyri, dhe Valla këshyri ma dhe ova se nduket e pas na pi kokra në aeroplanit për mduket. Pse ku pe din? U që një balon slatin për mduket atje për njët. Po, a? Me në ka javë, me të la femën dhe se buka për zi? Jo, la po mduket aeroplan të koka. E në kuft aeroplan për qupët i hypëm dët, e për t'ja therëm këtë për shetitëm këtë Evropën. A, po vla. Ta shrydzojmë me qitë kokër mund edhe migra aeroplanet, për kam dhej, po pasha familjen. Bash mirë, e këshim shetit bashkë Evropën. Bashkë valohi, apo do me hypë për para për mas, zgjidhe. Jo, ti unë për para se mas e ke pi hapin, nashta nuk të mënën. A, mara komë më najtë për maskë, koko, ata njëri që voni që shkë. Unë nuk i di që një të fogje dhe mo Naimit veshte kuq për jasha. Unë e pi e këto e kopa, të thash. Hej, hajtë fillojnë pak ma seriosisht. A ke fobi për aeroplanin? A, pasha zote, Naim, kur e më hypë për herë të parë. A për rrisë kërata bustat. Kur e më hypë për herë të parë, i kom honë zotit në më shdrypsh edhe herë poshtë p***onën, se së përdo. I kom honë zotit tash koma në unën. Se nduket që tash Naim ndikoj kukra, pak. E, që tash pju shumë ma mirë. Ju përshëndes gjithë publikun, ju përshëndes Naim Abozin, Miri e Brohen, Binesh të Gentes, nonën tem që më ka dhonë, nonë Mujgji, Bill Clintonin edhe 50.000 shtorës natës që ka shtiru Kosovën. Përshëndetje, matë shtjellët kur s'kam një. Mës ma shi për kusur se pak ma ka trobullu kukra Naim. Mirë, okej. Se shumë kohë kam pritë këtë moment me tullë këtu e me të bombardu me pytje, provokuse, se kur po kemi pika humoristike përbashta, hiç nuk përna kursen. Qa sun po bon rahat me martesa? Sa thojnë u martu Kalemi, sa i thojnë i iki nusja mu Kalemit, a sun po gjona i nuse me kom të hajrit, me shtini i nuse me kom djath mrena, me qëfar kom shishtini mrena nuset ju? Valloj, Naim nuk e di me qëllën kom, se të na një një muj dit, nusër si ju prekin kom tok heq, me të drejtë. Se na ashtë si shtim mode, ashtë si kushtim baqis, një muj dit para dush që që e moja. E ju se për jo, se të martohet, jetë që në lomë, janë të afshin lomën, janë të korë, janë të afshin a borën, tani ju shtramave në gratë qështu, as me shtiklas din me hecë në për asfalt. Gruzë do të mjada hakin. Na ka tun një fmi mëshqit që i kena gratë matë mira. Po veç edhe ja po me zmetin Naim. Mirë, a të qenë do i heri dashunum, ose çfarë djenje ish me qeni dashunum? Por me thot drejt, Naim krejt vën, një jetën tem një herë më dashuru bashkë kërë mro korona. Ti e di që jem na fokën e kam qasisuj. Edhe hiç ma shumë së dijovë së më zgoti. Bashkë në koronën, e kom posë koronën, u dashurova me qikë për ditë dilsha me tonë, ti e di që kur ta kish koronën, kur fashia s'ki të hupë dhe shia. Një 2 javë ditë për datë jem dojnë me tonë dhe kur fashia Naim, shka shti shangoj këtë të thumë vike. Mirë, se keni martuar me Gjermon, të regona, a thirë me jetu me një grue jo shqiptare? Valloj, Naim, haloja me thot drejtën veç gazepin me po. Mua kajtë e nona Naim pasha zotin. O, valloj, i brëm shtin me hongër me shtëvit, asë ju zguzej me thonë. Pasha zotin. Në vetë se kur shkoj, ti e din s'ka uj heq.
me mortaret, me palum që është fërsht dil, me konzet gjë ditë dhe nga vëlluhesh, as gëza me avit kuj ngatë në autobus. Tani, ja, pa hakes, ti e di që nga mësuna ka tonë langën me dur, përfeqin me dur, laknore, kongullur me dur, vlo, mes ha me dur, ha me piron. Pe kape me piron, tani ja, ka pe pironët e ke me dorë shmajt, dohet me djathën me prej. Unë e pe prej, po kur ha me shmajten, po më vjen diqysh si me dorë të huj, se s'po më knoq. Lemza me knuq, mo, se so kulturë nëse gjenë me bashtu. Ka di njeri ku pët vje lemza, as lemzën na im sëm lem rahat, vase me porë na im, pasha zotin kum haru qysh porë dhe. Pasha zotin na im, prapanica jam, se 2 vjetë nuk e di shka në fena. Atëherë. Që të kërë marë një ditë me autobus, që të në mërdarë, polisi tha dokumentat, i kërboni ka dole fit, pa ta rritet e volë shqipa. Problem për ka me lemzën burë, se lemza kur të rukë nuk për di kur për të vjena ja. Sun për nol njik, me ko porë dhe najmë, në nol njëre gjishë rullët, e njën. Rullët njëre, e në shënë pak ja këllën e banë fenë, a lemza burë vishë këta në gjetë, nga kërkë, falë së dush, maruva najmë pa shazutë. Po ti e besimtar i mirë, dhe pse nuk po bën lutje me gjetë një nusë më të mirë? Po, bëna, pse ka bërë me lutje? Po me kom me lutje sët gjenë taj smolin që të kisha, se kësha lahis me më shku taj të lutje atje. Edhe ma mirë që sështë me lutje për ty se me kohë që për plëtsohen lutjet, sët miri e branë të se kishe. Ku i shko? Ko, gujt i këshin dhyqinja, të lutë për mirin. Edhe ku më ditë kënaj kështë plëtsu dhe shira atje, naj ka tonarin e fa kam shtremtit, se bashkë që ata shkatrohen e përse zote dhe shire. E që e kështë hanë në vista. Me fa shramoj kështë të... Mirë. Nuk e kam jetë me të lonë, me mju i këpytjeve konkrete që ka i kom përgadit. Qka është dashnia për ty? Unë e pitham jam hodëm ke bërë që thëmi i ki. Apo të që i herën për i dashurun kërën, sen kërë fashia së lezete si di, heq. Po, A është të vërtet që kalon femën? Po, vëlloj, na im nonën më ka kojtë. A? Po, pasha zotin, më kalon. Po, ku është asaj e femën? E ka unë për shkacenin dërës. Apo dhe më ta adresën ti me shku me këshu. Dhe na im ato punë të grove tash. Mirë, kalzona që shke qenë, tregona si ke qenë si student? A, vëlloj, që si ma në gopim ku pak pasha familje. Po? I si elë me mësu ku mësu shkollë tullë, ta në fakultet pak ma shumë. Po, pak i aletin. Po, a? A punëtori e kona, ha? Punëtori, po, ku mësu shumë. Qështë i ke ble uje në verit? A, që të ma ka pasru shpirë të nejë. Enver Petrovcit, profesorit ta. Shpej ke ma fukares, ata ke studentat Prishtinës kishin pare bëllë, hajtë kalem një uj blema. Po, a? Hajde i merë shënë për 25 cent, i gjojnë shatë dikun. Edhe një kent, lip këtë cigare, 7 njerë 70, ku mi morë najmë? Një dit, atë në pëdërë mujtë e flërë. Si t'ja mu kërë probojës, a graj, për dit, nop, dhe kanë kop gurë në bubrek, shkojnë spital, angë drejtë. I shënërën fukare e burë. Mire, Naserit. Naserit se ka po shka e gjete në verin, mo kërk s'ka bohej, s'ka lypu i kërë. S'ka lypu. Kalem, muzika dhe gjënë, A, muzikën e kam të lusëm për të kalë drejtë. Pse? Hish, nuk e di, familjarisht në ngojmë, bile njëherë me një, nashta e ngajdi që është dytën, unë bë nervëz, tretën herë bë më një qatë këngëtar, bëna nervëz, shkaj culak i imrena fshëtrisi. Qa? Të bëkësit një këngë krejër, unë ishë ku të mshis të krevetin e gjithë. Ja, mërë. Ku të shis naj culak honë e di që unë jam, Dafina Dëshiri që se keni po një ku në psikiatria kon. Fejte! Edhe më ka papi për mosë, se të më kesh papi për parmi. Qa të nëmë të në Gjermani? Gjermani, na e boj gjenoze, na shta umore me thonë, po jam me një firmë gjermone që të parja. Gjithë kur zguza me bo atë punë, po jom hi rasisht, ta gjermant e kishin zdakën, na e krejt, s'ka Gjerman që se ka një dhamë dokatit 2. Hitleri ja u kalon najmë. Që? Po se ne bona i farë lufta na i sen, ata që të e kanë personin i sheshin dhamt, edhe one më të congla në gjep, e kom hetu, në kapela tu. Edhe si pi bin, në zejet vish pja shti shqip, se me me të goja qilë. 2 gojt në gjep. E kam një farani si terë, ku s'ko kamera, veç për të shty ku fumën. Fub, 2 kom, në drozë zykë, se të për të himpet janë zere dhamë. Fak.
Besa 2 shtëpia i kom marru, në Kosovë, villa, edhe ketë vllaznive ja kom gjitë dham të dokotit. Se ketë sërdone në ka. Ka së në smete me thotë pus, s'më shumë asë më mirë vesh në mërdheti. Me na po, kur të nollet rryma, s'ka nevoj me dhe zlomën heshk, viç lojnë dhamë. Po, a? E, për me manë shu njoni, ma kanë shu njoni, na emë për të kalëzaj. Erë për vjen njoni, ma pronën, i gatë 2 metra, goja qele kish metë, sa resë dokoti kretë dhamë. A, thash, e hangër. Pe marë edhe për shty ka dole, thash që to lem na mu, e kom qu, mas kamera va tje për thiri vlami, thash një se shpinë, të u kri puna. Ti kom hyp me 2 gojt, ja kom qitë në minil kamerës me 2 gojt në dros zykshit. Ti kom hima të matë të congla, fapi, këtë dhamë tja kom zërë. Te musha gjepin, thash shefit, am shama herë të pu, e drejt të argentori, thash që. Thash këtë para me mi dhonë. Kur i qitin flok, tha vëllohi, thash janë dokat? Qysh bës janë dokat? Ja po, ja s'janë, thash janë. Tha qoj pas kasarin. E, thash pas zotin, pas ku me kësjur, thash, bash, kur shon qaj njeri, shkova të në kapel, pjanë zeret e neftimi, kur pe kësjuri, Ramadan me shesej, la vushtre. Ku qaj ma kanë suna e, na me të pjanë. Ja ke zari qaj. Pa këtë ka bashkëtore për dhek të që shehojë. Mirë. Si pas feja, ka njerës të meqëm në Kosovë? Ko na em për halos sum ka rastis me najt me ta. Jo, a? Jo. E budalej, a ka hejtë? A pësa, normal për duk na? Mirë, tomlin ata kona hejtë. A, kusht pas ka dzu? 4 vjetë kom thith najnë. Po të shtirë me lo? Vëllo, a njeri cigare me pi 4 vjetë edhe të le me behone, ja, pas ti di shka ngoj se le, jaune që minë zhëm kanë do. E ka dzej drejt. Qa të kalon me behone? Sa për duk në normal najnë po shalon. Ja, mirë e kishë. Ashtë në regull, 4 vjetë fëmija, fillon më rritë. Qështë ka mojtë nona me ndorë? Ashtë malë? Aj, ne, nona, ka mojtë edhe matë maja të sabonom ja mu e me sjakoj nonën. Si me si koj grotë për atë punë. A mirë, s'po të vënoj ma shumë, me ka shpe përfundojmë intervistën, të rojë që sa ma shpejt ta gjesh një nuse shqiptare, një qik 3. A, be ti shko me mjellë femnat në boshe, së kur hudra që i mjellë njerë ja kipt. Të kësha mjellë bëna e ma bozin e 3 këtirë, edhe gjithë ditën më këshe po me cevë në dërë të i vadit. Po, a? Kësha mora sodin pej, që sa më të tjë të tjë. Një kësha morën pej, njën frizaj, njën gjilan edhe lakmi brëm këshe morë. Veç ma mirë që shështë qështu. Se? Ka, rebet këshim bo granimi të uqu thëmin, shka thëj na imit, a ka mundësi një pip të miris me na japë? Këshë ndërë, ishën bo shumë miria se këshë një cëllosh të jutja. Mirë, unë do të kujdese me ta gjithë një qikë mirë. Këshër, jaroni e ma gjonë për në qëta trevena, ose në pej, në frizaj, në gjilan, që të rëkamë së mushta. A shkojmë? Shkojmë. Hajtë. Ka që person të notën një. Dhe kemi kaluar në një moment tjetër. Ajo është artist që jeton e punon e vepron në Mërgat, por edhe për herë me zemër, me këngë, me zërin e ti, po dhe me prezencën e ti është në ADV. Kemi anonquar këngët e ti, po kemi anonquar edhe atë vetë, shpesh herë dhe si emër. Zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë, vjen Beqir Telaku! Hajde, vesh një tërve. Vesh mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm na im. A ma shumë thrasin Beq a Beqir? Miqt, dëshamirët Beq, Beqir pak ma zyrtarisht. Pak ma zyrtarisht, Kështu që Beq super. Po bukur shumë. A kur ke ardhë prej Slovenije? Kam ardhë para 2-3 dite për gjirimet e vitit 3. Do t'jemi këtu me disa produksione. Faleminderit edhe juve për ftesën që na keni bënë Odeon. Emision kë shumë i shikuar, sidomos në diasporë. Rahim Struja u nisë që nja 6 muaj me orë të ti, veç besoj që ka me më rrinë një ditë në. Po besoj, nëse nuk më rrinë si vjetë më të... Vitin asëm sigurt. Mirë se vjen.
Beqir, absolutisht ti na ke dhënë dhe na jep në vazhdimsi këngë të bukura nga opusi yt krijuese dhe në botën e muzikës popullore, je shumë aktiv në botën e këngës, të dasmave, të mbrëmjeve, të koncerteve gjithandej. Mu më intereson një diçka tjetër, si një ndërmas shumë i mirë shqiptar që je në Sloveni, si po ecën biznesin? Na im biznesi po hecë shumë mirë, për me hecë një biznes shumë mirë, do një përkushtim të veçantë. Unë jam shumë vezveseli, si në muzika, ashtu edhe në biznes. Edhe në biznes. Kështu që mirë shumë. Mirë shumë, a? Je i knashur me... Pa tjetër. Mirë. Tashi, ty edhe nuk të mungon shumë atë dheus, edhe afer edhe vjen shpesh edhe kthehesh edhe... Ke mendua biznes në njëherë me zhvillu në Kosovë? Kam mendu, na jem po... Na i krejoni rrethonat. Na i krejoni rrethonat edhe Kosova shumë e vogël për gjithë njeve, edhe pse kem shumë dëshkirë të madhe me ardhë këtu. Okej, mirë shumë. Unë e di që je mbështetës edhe i familjes edhe i rrethit gjërë dhe kjo është gjë shumë e bukur. Atër pra, vazhdoni bina i pare të vazhdoni me punu atje dhe me kriju edhe me... Ashtu do të vazhdojmë. Kosovës nën. Faleminderit. Tani bashkë edhe me djalin e keni edhe një studio ku punoni apo? Po, kemi bani mini studio në shtëpi, djali po punon. A i registroni, i pregadisni atje, pastaj vini i finalizoni në Kosova, po krejt i finalizoni? Jo, i punojmë, i proponojmë edhe i finalizojmë aty. Vajza juaj ka marrë pjesë edhe në X Factor, apo... Vajza Arjona ka marrë pjesë në Slovenia kërkon talentin dhe ka arrit deri në gjysmë finale. E po bëgjë shumë, që në ki sjellë sonte? Sonte për ju kam sjellë një këngë ritmike festive, Pishman, nuk jam më në Pishman si jam këtu, po kënga titullohet Pishman, muzikën dhe aranjmojnë ka bë Arnisi, tekstin e kom shkru në para një 4-5 vjetë për dikon, e boni një vit të bukur melodike edhe atë tekst ja bashkan gjitha. Kjo Pishmania aty, çka ndërlidhet, çka na thot? Pishmania është në kuptimin e mirë të fjales. A në kuptimin e mirë? Po, do të ndëgjojmë. Tani ke dhënë konotacion pozitiv. Se thash, mos përna bosh pishmon që po vjen Kosovë shpejt, mos përna bosh pishmon që ne herë pi u thojmë Gernaqa, që do një më nuk bo pishmon nas një mënyrë. Atëherë, qa me bo, me kall atmosferën me këngën tënde, në vazhdim. Faleminderit shumë. Krej duar trokitjet e botës kemi me t'i dhanë. Beqi të lafës, qena për ti. Faleminderit.
e Lora, di ku shko vjen. S'pi u kalzoj juve, pe i kalzoj veti. Zemrushja! Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje të ta Miki, përshëndetje të ta Lora. Përshëndetje Agjënaje. Qështë je Agjës? Qështë je Agjës? Qështë ke kalua? Që po të thirin Agjë dhe po më shtinë edhe mu me t'ir Agjë. Mos t'ja këthejnë me më firmit se për Agjë, vete kam fajnë une. Po, vala. Se ja kom njës fol me Gjagjin. Se ti shumë i rije. A den kështu po do kështë halo ma iri se babi jem. Po, hajtë, po, që guha është pejtu uli, ka ti jep, që ashtu thotë, në s'ka problem. E rejti, akoma, më pas e mërë vesh. Sa trit në dhe pak ndashta. Ju marrë vesh. A gjëna e? Qa kemi tre? Ko marrë një tregu diqka, ko mësu diqka. A ke mësu? A edhen këto në shkollë që po mi mësojnë, a den, unë ato kretë pidi. Po? Edhe ato kretë po mdogën pa lirit, ashtu në veç po ja bëj qefi mësu, se za pëden. Si kriti di kom mësu ma herët, po kom fillu dhe diqka jashtë shumë me mësu, aden. Për shambull, që sot, para se me shku në shkollë, e kom marrë fjallë kryqjen. Edhe? Jo mësu me mbush fjallë kryqjen. Shumë bukur. Po, valla. Mirë shumë. Ta përqap mendjen. Po, ka një herë, adin do një fjallë nuk pe di, së marrë vesh, ma ndi unë e pi thonë babit, adin me më tregu bile sot për apoj. O bab, a më dihman se nuk pidi bashkë krejt fjallë, ta nuk kam kohë, ta princes. O bab, ta shvis në dojnë fjallë, adin, nuk kam kohë. O bab, s'kam kohë. Ku a gjinajmë kërë më bojë nervaz. Kërë a këmë bojë, bab! E të jakom njësë rep. Balë mo me kitë sen, s'kam kohë. Unë gjithmonë të njëjtin vend, s'kam kohë. Me pi kafe po kiko, balë mo. Për Facebook po kiko, balë mo. Ja ke bo rep, U di rep. A i bob janë një qesë, ani hajta se po të ndihmaj. Edhe thash, ani, krejti kom plotësu veç një fjallë, aty nuk disha. Thash, babi, qka është fundi i jetës me 7 shkronja? Kërra i baj, po thota, martesa. Ka i mami të kesh dhe po thot që esë më shku në shkollë se ishë bëko, ha? Ne se shkoha në shkollë dhe kur po shkojmë atje, ta shore e parë gjuhë Shqipe. Po thot mësusja, sot kemi me mësu formimin e fjallis. Ani, tasha jo po janis. Ana formoj fjallën rota. Iliri formoj fjallën kokra. Ana tjetër e formoj fjallën rushi. Ta formuan fjallin. Rushi ka kokra. Ta shojmë mësuse, e rota ku shkaj? Në ku shkaj rota? Ma ka mbela gojën teja, nisi dashtë me më piskat zërzile. Shtovar. Nese, ma në orën e dytë matematik. Ta shajnë matematik, gjithmonë e merë benin. A dine qanë në kom, se a nuk dene, tash duhet a i mu qu, thot, ben që në kom, a i po qohët, tha. Nëse ti ke 2 vez, a i beni pe këshyrë kështo barë, pi thot, vo, apo, tha, ti ke, tha, 2 vo, edhe unë ti marrë 2 vo, sa t'jesen, a i beni veç e ka ullë kryqë shtot. Ha? Veç peci mësusja. Ta ju 2 jashtë, edhe me prit para derës, dollëm na aty, pe presim qa me bo, kur dollëm mësusja ma ndej po thotan. Ti edhe Beni, ta tashta ka me orë babi Benit, me ju marë, keni me shku në shpit e Beni edhe me mësu 2 mirë. A mërët vesh, one, po, tha, i kom lajmru ta printe tu, tha, vesh ki me shku. Ani dhe okej, mësu se s'ka problem. Erdë babi Benit me na marë, po hypim kërë dhe po nisim me shku. Kur të kalu aty të rruga për shofim bastore, këra i Beni pja bon babi dhe bab, qka bën të ta nëse na i fitojmë krejt pare të bastores? A i babi vetë. Ndeti, femra edhe koktele. Ha?
Pune pëkqyri, a i beni për thot tha, e me bota mës mi fitu, ta në shpe qaj rusi edhe nonën tënde. Mrim të shpia, kur tash, po dojna mi him rena, i kishar doja bini, doja prej Gjermanisë. Oj, sa i mirë është, e të quaj na përqafki, na kish plu plët durata atje. Edhe nejsit na tash aty të nejt, me ta, kur po hen mami atje, ti thot tha, qka të tham susja, ti më thot babit, benit, kuraj po thot tha, më tham susja, thuja sa i grus tënde, që shpja kontrollan telefonin, për ditë burit, kontrolloja edhe djallit detyrat. Barabar kjo punë. Ajo i du ljash, tash kjo bini për këqyk shumë pëthët, ej ba, pa zotin që shumë martove me mamin. Kura e po thot tha, po tha unë kom qenë taksist, ta kjo s'ka pas pare me pagu edhe qështu. Aksident. Ta shobenta ta po mësojmë se mandi bod vonë, adi në shkurtu dita, kërra i doja e beni, ta masi po doni tha me mësu diqka, ta kom ju mësu në tha një vjersha, doni na po, a i bini ashto, po i kja, din se a i s'ka qef me mësu. Ta unë ta du mja mësu një vjersha, ta këtë vjersha faktikisht ta e din këtë bota, po tha në vitin 2015 kemi bo ndryshime, ja kemi shtu tha edhe një strofë. Ta shani hajta, po ne mëson, tha po. Qeshi vogël dhe urita, prehërt nanës u mërzita, zdi me shkru, as me ledzu, drejt në shkollë, du me shku, mi marrë librat me ledzu. Strofa e dytë, po dhe kjo, ta, strofa e parë kjo, strofa e dytë. Ta shurita u martova, babe non un i harova. Jo, shumë e mirë, po, mu pak, diqysh mu dëke si palite, po hajtë. Babe, non, unë i harova. Më kapi gruja, më boni për veti, s'ka me dalë kërka as në deti. S'ka me fol, as me shetit, as me qelgojen, as me livrit. Me bo pahiri, me jarit zonin, qëta shë shumë të verë. Me bo pahiri, me jarit zonin, e bon grun, ja që depresionin. Ja prish ditën, ja prish nervat, ta prish kunorën, ti prish letrat. Hajde, më një kajdi. A që thoi edhe më nga kalzua? A shkojmë bashkë? Hajde, shkojmë. Kemi kaluar në një moment të veçantë, promocional. Ajo është një bukurosh, ajo është një djalosh, tërbuzeshje, zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë, edhe për ju që keni flejt, e zgjoheni nesër në mëngjes, Duan Hergaja! Hajde, 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 Duan! Mirë se erdhe. Nësi o gjeta. Po, mbaj ma afer, Duan. Kemi dash me të në gjitë një qësi mikrofoni, po të trajke pak i vogël e të nej të ndrumës. Sa vjeqar je, Duan? 9. 9 vjeqar. Po. Në klasën e? E 3. Në klasën e 3. Bukur shumë. Në cilën shkollë? Naim Frashëri. Naim Frashëri. Mu ma kanë vu emnin Naim për faktin që e kanë pas idhull Naim Frashërin. A ke mësu një vjersh Naimit akoma, apo ka ko? Ka ko, hala. A ka ko akoma, mirë shumë. Edhe në regull. Ta shi, a je fëmija ma i madh i babit e i mamit, Cili, sa fëmijini? Sa motra vlëzër i ke? Vesh një vla kam. A vesh një vla, a ma të vogël, a ma të madh? Ma të madh. A ma i madh. Kush kujt për japin qumshtin? Babi thuj Pepin si po qohet. Ma shpes për vlo jam. Apo, vlo, sonte keme na këndu një kongë. Kush e ka bo kongën? Egzan Hasani. Hasani. Mirë shumë. Po tekstin kush e ka shkru? Qaj Egzan Hasani. Aje ka shkru. Vogël shumë.
Po, bukur shumë. Edhe e këndon, Duan? Hergaja. Po. A i ke pyet prind pse ta kanë vënë në Duan? Me dasht. Nuk ma ka lënë prindërit, po ma ka lënë qika dojës. A qika dojës. A të pëlqen ty ky emër? Po. Bukur shumë. A do në majtë vesh për vetja, po në dhe na mi avu në i fëmije tjetër Duan, mu bo disa Duana. Po e nja, po ja më stanin. Vite shumë. Po bukur shumë. Atëherë ti keme na këndu kongën, e na kemi me të duar trokit, si artisti madh që na ke arsonte, e që do të na bëhësh, kur të vim me i marë autografet dikur, unë e ka dalë, a mune është një autograf, a keme ma dhënë? A pak po, Tërbus qeshe, sa i mirë jetë, që s'kena për ty? Faleminderit. Zahonin e pate. Nazër e mirë, miru pasim javës tjetër.